Sigurisht nuk mund të mos ketë një rilindje të komunizmit në këtë kohë që po jetojmë, megjithatë, do duhet të spostoheshim në qytetin e Lushnjës. Samir Korreshi ka pasur disa reagime për këtë çështje, ndoshta edhe për shkaqe personale, por personale do ta ketë edhe një tjetër i ftuar që kemi mëngjesin e sotëm, por fillimisht le të mirëpresim Korreshin. Mirëmëngjes Korreshi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë. Tani, si rrallë ndonjëherë të kam parë edhe në qendrimet publike pa humorin që të karakterizon. Pse nuk ka asgjë për të qeshur shpallje qytetar nderi për Gjergj Velon? Çfarë do të thotë ky emër? Dhe për ata që nuk e njohin. Spari një për gjithë ata që nuk e njohin, du të them që të gjithë miq dhe shokët e mi, edhe miqt më të ngushtë në qoftë dhe familja ime kjo, për mos kaluar direkt, janë persekutuar nga ky njeri, janë dërguar në internim nga ky njeri. Dhe fakti që unë jam njohur me këtë rast është skandaloz, është i pa precedent. Ti nuk mund të japësh një titull deri sepse nuk e di, aq kam qenë dhe jam i revoltuar këtë ditë sepse tash nusja ime kam shkruar në postimet e mia, bashkëshortja ime ka lindur në internim. Familja e saj ka qenë 39 vite në internim, që nga viti 51 deri në 90. Dhe akoma s'ka gjetë eshtat e gjyshit, dhe nga gjyshi tjetër ka 25 vite internim. Pra, kur i kujtojmë këtë lloj mostre, të cilat ka internuar, kanë vazhduar të internojnë, pastaj të vjen, nuk e di, është një lloj neverie të kujtohet se gjithë jetën ti ke vujt dhe shikon që edhe atë për ditë që ti mendon se ka ardhur ta quajë në demokraci, shikon po të glorifikohen po të tilla mostra. Prandaj shoku im, një nga miqtë mi më të mirë në Lushnjë, në vitin 87 është internuar nga ky mostra, bashkë me 15 familje të tjera. Kështu që sepse gjoja, ku di unë ngrit një hipotezë atje, do të gjojesh një grup përmirësor, edhe u gjeti grup përmirësor atë, gjoja do lmoni qytetin e Lushnjë, me çmenduri që po ndodhte që ndodhi në vitin 87, se si mund t'jem burrat mirë ti vendi, realisht, burra fisnikër, ishtu sepse flisin dhe ishin kundër sistemit. Po të ashtu, jam me çmenduria më e madhe, se më drejtën që jam djerë më shumë keq, dje në ka reaguar bashkia mas atyre të mijave, ku kanë nxjerrë dhe autoriteti me informimit me dokumentet e sigurimit. Kanë nxjerrë një vendim në nëntor, ku thotë që nuk bën pjesë, nuk ka qenë spion. Pikërisht kam reaguar përsëri sepse kam shumë qytetar të Lushnjës, shumë njerëz që kanë internuar, por jo vetëm lushnjarë që janë internuar nga mostra fjalë, më kanë dërguar dokumente të arkivit shtetit, plus edhe miqë, shokët e Pra është e vërtetuar bashkëpunimi. Veç pjesës që është zyrtare që ka qenë sekretari i një dhe kryetar komiteti. Jo, nuk është bashkëpunëtor, ai është general, ustaj, është kreu. Më thënë, bashkëpunëtor janë këta minj të ardhucat që spiononin mrapa derës, ta që krijonin, kurse ky merrte vendime, ky ka qenë vendimarrës, ka qenë kryetari i komitetit internim të bimeve. Më thënë, kryetari komisionit të internim, sepse ka një dekret revizoris viti 76 që i bënd automatikisht dhe kryetar të komitetit, dhe unë e kam publikuar në të dje, dekretin e presidiumit famkeq të kohës, kur automatikisht kush ishte edhe kryetar komiteti zgjidhte edhe komisionin e internim të bimeve. Dhe i kam gjetë 2 dokumenta kur të paktën 2 vetëm dije që o lumtova dhe më kanë nisë miq, dhe po pres sot shumë e shumë tjerë kontakt me 15 familje, sepse Partia Demokratike sot ne kemi një propozim me disa miq e shokë që të ndihmojnë të krijojmë me gjithë nga kërkesat shumë që kemi nga të ndjekurit, do të ketë një reagim shumë të fuqishëm, por sot unë kam pas komunikim dhe do të vazhdoj diçka zyrtare nga Kuvendi i Shqipërisë, do të dërgoj autoritetit për sigurimit shtetit, do t'i vend dispozicion gjithë materialin që ka. U shkruhet qartë me vull dhe firmë të tij që ka propozuar shtyrjen e internimit për shumë e shumë familje dhe internim për familje të tjera. Pra, ky nuk ngopesh me internim mas i mbaronin periudhën ose skadonte periudha, ka propozuar dhe propozonte që këto familje të internoheshin, vazhdojnë internoheshin sepse kishte veprime armiqësore, thot, apo nuk është sjellë mirë, apo po dy më radh, po të shikosh firmën dhe vullin e njeriu që propozon që
ty të marrin pothuajse shpirtin internim, sepse dihet që ka qenë lushnja për tot internimit. Unë mendoj që bollësh bollë kjo është një gjë që nuk e di. Përveç kategorinë e njerëzve të cilët kanë qenë për ndjekur politik, që është dramatike për ta që akoma nuk kanë gjetur eshtrat apo s'kan marrë në era të kompensime për vujtjet e tyre në vendet internimit në fshatrat, 11 fshatra, 11 qendra internimi ka pas lushje. Domethënë që kjo është nuk e di, nuk gjej fjalë, nuk gjej mllëf për ta përshkruar se si mund të glorifikohen figurat të tilla në qytetin e Lushnjës, kur gjithë Lushnja e di se ky ka qenë periudhën 83-89, diçka para 2 vjet para se të binte, dhe të gjithë e njohin se çfarë lloj qëndrimesh ka pas, ka qenë udhëtar i Partisë Komuniste, udhëtar i epur i kësaj gjë për manjak. Edhe e ka bërë manjak për dënuar familje të shumta. Unë i kam dëshmitar të gjallë në sensin e mirë të fjalës, dëshmitar që kanë ikur në vitet me shkresat dhe me propozimet e tij janë internuar, kështu që përderisa unë i kam bërë publike, të dalë një jetë thotë që nuk është firma e tij atje në ato dokumenta të cilat unë kam publikuar në rrjetet e mia sociale, të cilat edhe një herë kthen do e vënë dispozicio të autoritetit të dosjeve në mënyrë që të rishikojë vendimin se duhet ta shikoj me patjetër se nuk bën sens që njeri që ka propozuar, nuk bën sens njeri që ka internuar, njeri që e ka pas me zell dhe me dëshirë këtë, me vetëm të dy fletët që kam nisur ka pas mbi 10 persona, nuk jo një rast, po 10 persona, dhe 10 familja të cilë kanë internuar. Atëherë si ka mundësi ky njeri të glorifikohet, të bëhet qytetar deri me shkurajon kundrejt këtyre njerëzve, dalin këta dhe i japi titull deri në Lushje, ku nuk e di, domethënë është një rast që i kalon përtej asaj të mësumet fut thikën plag. Kjo është ideja për gjithë këto grupe ota njerëz që unë njoh realisht. Dhe ai që ka provuar shumë është zoti Ilir Çullhaj, i cili është antar i kryesisë së Unionit të Integrimit dhe të përndjekurve politik, që e shoh në këto momente, e kam gati. Edhe ju keni qenë në çerm të Lushnjës apo jo zoti Çullhaj? Mirëmëngjes. Po, akoma këtu banojmë në çerm. Po mirë, paktën u mësove me të keqen, domethënë. Ja, u mësuam, lindëm këtu, u rritëm këtu, u familiarizuam këtu. E kuptoj. Po, për sa i përket vendimit bashkisë që ka marrë, Lushja për glorifikimin, si që tha dhe zoti Korreshi, për Gjergj Velon, ne do mbajmë kujtimet më të hidhura prej tij. Pse? Si fis, jo si individun, po si fis, unë kam pas gjithë fisin të internuar këtu në çerm. Mbas lirimit nga Tepelena, se origjinë e kam nga Belgji Elbasanit. E kuptoj. Po çfarë si do e përshkruanit Gjergj Velon te dikush, le të themi që jo vetëm se ka përjetuar internimin, po edhe nuk është i qartë historikisht. Brezi i ri, si do e përshkruanit? Ne do t'ja përshkruajmë në këtë këndvështrim, se ka qenë një monster, një hakmarrës. Më kujtohet që në vitet 83 u përjashtuan nga shkolla mesme 2 vajzat e xhaxhait tim, edhe unë bashkë në saj të fjalës të Gjergj Velos. Një fjalë goja ti kushtoi shkollën familjarëve tuaj. Po. Edhe më kujtohet në vitet 88 diskreditimi i disa familje këtu në çerm me direktivë të Gjergjit, si që ishte familja Muja. Me origjinë nga Korça, që sot ndodhen në Amerikë, si që ishe familja Neritan Kolgjinit, babai Neritan Kolgjinit, Ahmet Kolgjini, që u diskrejtuan këtu, si që diskrejtuan dhe ne në vitet 60-62 nga një ish kryetar komitetit diku, një deleguar, një Guçe, Zenel Guçe. Okej. Çështja është, a keni ndërmend të bëni diçka apo është një dorëzim i pafundëm ndaj pushtetit komunist? Ne do të marrim aksionin ton, do të bëjmë një protestë me gjithë marrë spektrin ton, se kemi kujtime të hidhur nga këta individ që sot dekorohen. Kjo ndodh fill pas dekorimit të Enver Hoxhës, që u hodh ideja në parlament nga Niko Peleshi, që më vonë u tërhoq se ishin gabim. Kjo ndodh fill mbas këtij akti të turpshëm që u bë atje. Ja kuptoj.
Po desha theksoj edhe diçka për Kongresin e Luqës, se jo pa qëllim janë hequr figurat historike nga Kongresi i Luqës. Po pëse është aktivitet shumë i rëndësishëm Kongresi i Lushnjës, se sa gjithçka tjetër ka ndodhur në Lushnjë më pas. Po janë hequr figurat më të rëndësishme, siç është Sulejman Zdrava, siç është Melek Frashëri, siç është Demo Tafani, delegati Elbasani, që ka qenë daja i gjyqit tim, edhe shumë figura tjera. Të këto nuk janë të parasishme që ndodhin në qytetin e Lushnjës. Po desha të theksoj për kryetarin e bashkisë, që her pas here del me deklarata të tilla, që unë kam respekt për të përdjekurit dhe të internuajt se e di sakrificën atyre dhe i di vujtjat atyre. Kur sot merr një vendim absurd dhe dekoron një nga gjelatët tanë të kësaj kategorie. E kuptoj zoti Qullaj dhe e vlerësoj. Këtë kam një pyetje të fundit për Samir Korreshin, në fakt, nëse e kam sërish. Po, këtu. Korreshi, mos ndoshta e djathta jo si ideologji, por si praktik ka dështuar një mision thelbësor të dekomunistizimit të shoqërisë dhe tani rikthehet komunizmi për t'u kafshuar? Mendoj se po dhe ose më saktë jam i bindur që po, duhet kishte patjetër një ligj, unë kur shkuar në Bundestag po të marr një krahasim, dhe e kam ngritur si pyetje këtë komisionin që na priti, komisionin të ligjeve, problematika që lindi. Ata nuk e mendonin që të kishte në administratë të tyre, të kishte në institucione shtetërore, as Stasit mbas bashkimit Gjermanisë, në sense dhe as jo që në kohën e luftës dytë botërore as që bësh fjalë fare, pra të kishte, pra e kanë dënuar me ligj dhe kishin dënuar me ligj të gjithë nazizmin dhe Stasin dhe këto të RDG-s, domethënë Republikës Demokratike atë që ka qenë Gjermania të quajmë komuniste, gjysma e qeverisë lindor. Në këtë rast ata nuk mund ta besonin, nuk arrinin ta besonin që kishte akoma që tek ne ndodhin të tilla fenomene, dhe prandaj them që ne kemi dështuar pjesë. Nuk e kam Korreshin në këto momente, të japim pak durimi që të dashur ta rikemi sërish. Po Korreshi, tani je. Po, kemi dhe kemi, është e turpshme që akoma sot dhjetra të ndjekur politik, e po të them që sot mëngjes, do të them pak jo me humor, po me trishtim, vjerri im i cili akoma thot, po shikohet që me që jetë deputet, thot, njerëz kanë marrë pjesë në 5 për ndjekur politik dhe unë akoma s'ka marrë të tretën apo të katërt, nuk e di se s'më thatë, më dhe ideja është që... Po, kemi disa denoncime për një gjë tillë. Pikërisht pra që e kupton se arca që nuk marrin dot as lek për ata që ka qenë përvojt që kanë pas, sepse ka statusin, ka qenë 39 vite, i atë ti akoma si ka gjetesha, dhe me gjithë përpjekjet ndoshta edhe të mirë me miqësinë edhe në shoqëritë këthe nuk kemi arritur dot që të gjejmë se ku është varrosur në vitin 51. Ndoshta ka nevojë për një aksion. Qullaj, çfarë do të kërkonit nga e djathta në Shqipëri në raport me komunizmin, i cili duket si temë historike, po fatkeqësisht është gjithmonë më aktuale? Unë do t'i kërkoj të djathtët bashkuar tradicionale, që janë aleat Partisë Demokratike, që ngriti frymën e një partie të vërtet opozitare në vitet 90-91, që unë kam qenë djalë fare i ri dhe u arratisa për në Greqinë ato vite, sepse kujtoja se do gjeja gjyshin gjallë në Bruxelles, për gjyshin kishe ndruar jetë që në vitet 78. Nuk mund ta arrija dot atje, siç nuk mund të kem arritur dhe sot. Do t'i kërkoja të djathtës që të dënoj krimet e komunizmit me një rezolutë posaçme, me që zoti Korreshi, deputet i qytetit tonë, bën pjesë atje, besoj se është ndjeni për të kërkesë ka Petrion, që të dalë me një rezolutë të përbashkët, opozit për dënimet e krimet të komunizmit, se gradualisht do vit dita që do na ngrinë Enver Hoxhën në memorial përsëri. Se ka tentativa për her pas hershme. Ma lejoni ta mbyll me një batut. Ma lejo ta mbyll me një batut, të lutem. Qullaj. Këta s'po njohin krimet e serbit, do njohin krimet e veta. Strategjia e Partisë Komuniste që sot me emër të ri Partia Socialiste nuk ka ndryshuar akoma strategjinë e saj dhe pikpamjet e saj në raport me opozitën. Ka nisur një luftë revanshiste kundër opozitarëve, edhe kjo është e pafashme. Pëlqeu kjo fjala. Faleminderit Qullaj. Korreshi, ishte shumë fjalë e bukur, po mendjen në detyrë se
po rëshket pak situata. Përshëndesim Samir Korreshin, ndërkohë miq të dashur, ne do të spostohemi në Berat. Nuk e di nëse kemi regjia një material për inxhinierin. Atë do kemi një shkëputje të vogël publicitare, por shumë shkurt vërtet, do ju prezantojmë Pavlo Shkarpën.